Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Ministri i Maqedonisë së Veriut Besar Dyrmishi fajsoi ndryshimet ligjore të 17 viteve të fundit për tragjedinë e Koçanit. Në një konferencë për shtyp, Dyrmishi deklaroi se pronarët e diskotekave dhe hotelerive kanë dëshmuar përmes noterit me përgjegjësi morale dhe penale që objektet e tyre i përmbushin kushtet minimale teknike për zhvillimin e veprimtarisë. Sipas tij, ndryshimet ligjore në vitin 2008 ja kanë hequr përgjegjësinë Inspektoriatit e Tregut që të dalë në teren për të verifikuar kushtet në objektet hotelerike dhe diskoteka. Me këtë kanë abuzuar sipas ministrit aktual Besar Dyrmishi, i cili ka filluar ndryshimet ligjore. Ai deklaroi se Ministria e Ekonomisë firmos licencat në bazë të dokumenteve që i sjellin organet nga tereni dhe sipas tij nuk ka përgjegjësi për abuzimet e mundshme të bëra nga autoritetet e tjera që udhëheqin procedurat. Ministri i Transportit të Republikës Maqedonisë së Veriut, Aleksandar Nikolovski, njoftoi marrjen e licencës së 479 kompanive në fushën e planifikimit urbanistik dhe ndërtimit. Ai tha se të gjitha gjetjet do të procedojnë te organet e tjera të cilat mëtej do të hetojnë punën e këtyre kompanive. Shkelet e mëdha sipas Nikolovskit janë për numrin e nevojshëm të pusuarve, kurse në pjesën e cilësisë së ndërtimeve dhe realizimit në kohë do të konstatohen. Nikolovski paralajmëroi dhe ndryshime ligjore për inspektime të rregullta. Kjo listë do të dorëzohet tek institucionet e dhura për veprim të mëtejshëm dhe ashtu duhet të njoftoj se do të bëjmë ndryshime ligjore me të cilat këto kontrolle do të bëhen të detyrueshme çdo 6 muaj dhe jo mbi baza vullnetare si deri më sot. Aleksandar Nikolovski, ministri i Transportit të Republikës Maqedonisë së Veriut. Aktualitet. Shtyhet seanca e Këshillit të Prokurorëve Publik në Maqedoninë e Veriut e parashikuar për shqyrtimin e propozimit të qeverisë për shkarkimin nga funksioni i prokurorit publik. Mbledhja, siç informoi kryetaria e Këshillit të Prokurorëve, Dushica Dimitreska, është shtyrë për shkak të mospasjes së quorumit, mungesës së 3 anëtarëve dhe për gjithçka më tutje do të informohet publiku. Afatet për shqyrtimin e propozimit për shkarkimin e Kovacevskit ende vijojnë dhe Këshilli do të duhet ta shqyrtojë propozimin jo më shumë si javën e ardhshme. Kryeministri Stramickovski deklaroi se procedura për shkarkimin e prokurorit publik do të ndalet për momentin. Qeveria më 11 shkurt mori vendimin që të fillojë procedurë për shkarkimin e prokurorit shtetëror publik Kovacevski, i cili u zgjodh në këtë pozitë përpara 1 viti, ndërsa mandati i tij zgjat 6 vjet. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histra Mickovski, pezullon procedurën për shkarkimin e prokurorit Ljupço Koçevski. Histra Mickovski tha se Ljupço Koçevski dhe ekipi i tij për momentin dëshmuan se janë anën e drejtësisë dhe do t'u jepet mundësia ta çojnë hetimin deri në fund. Kreu i qeverisë tha se organi akuzës do të testohet nëse ka ambicie për të hapur edhe hetime të tjera ose jo. Vlerësojmë se prokurorët që janë duke punuar në rastin e Koçanit duhet të punojnë dhe t'u japi mundësinë që të punojnë. Kur tharë se jemi të kënaqur, parë se ka një bashkëpunim të mirë mes prokurorisë dhe policisë, bashkëpunim i cili rezultoi me 34 të dyshuar që ndërlidhen me këtë rast, tha Histra Mickovski, kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut. Arrestohet ish drejtori i ndërmarrjes publike shtetërore në Republikën e Maqedonisë së Veriut e Ju Prostemi së bashku me 4 persona të tjerë. Ekzistojnë dyshime për keqpërdorim gjatë furnizimeve publike në këtë ndërmarrje. Përveç Rustemit, janë arrestuar dhe Drilon Zymberi, drejtues në sektorin për pagesa të pikave pagesore dhe kontroll, Eyup Latifi, ndihmës drejtor për mirëmbajtjen e rrugëve, dhe Xhemal Bibilovski, pronar i kompanisë së sigurimit. Mbitarët ndojnë dyshimet për keqpërdorim për shkak se në vitin 2022 kanë qenë pjesë në shkrimin të marrëveshjes me kompaninë nga Kërçova për sigurimin fizik të 14 pikave pagesore të ndërmarrjeve. Dëmi mbi buxhetin e shtetit arrin në rreth 46.9 milion denar. Prokuroria kërkon paraburgim për pronarin e kompanisë, ndërsa për të tjerët masën e kujdesit. Politik. Relativisht të qëndrueshme komentoi gjendjen nga koalicioni Vlen kryetari i Aleancës për Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Arben Taravari. I pyetur nëse ka kërkuar 40% të kandidatëve në zgjedhjet lokale gjatë mbledhjes me liderët e koalicionit Vlen, Arben Taravari tha se për momentin është i përqendruar në temat shëndetësore, kreu i Aleancës nuk u përgjigj nëse do ta braktisë koalicionin. Ова е ирелевантно за темата која што ја разговараме денеска. Меѓукоалицијски разговори, тоа се веќе политички теми. Ја мислам дека денеска повеќе ја сум фокусиран на темата здравство. Во коалицијата Влен состојбата е релативно стабилна и во владината коалиција се е во ред до сега. Kjo është e parëndësishme për temën që po flasim sot. Bisedimet mes koalicioneve janë temë politike. Unë mendoj se sot më tepër jam i fokusuar në temën e shëndetësisë. Në koalicionin Vlen gjendja është relativisht e qëndrueshme dhe në koalicionin qeverisës gjithçka është në rregull deri më sot, deklaroi Taravari.
Kryetari i Partisë Alternativa në Republikën e Maqedonisë së Veriut kërkon që koalicioni i qeverisë vlen të mos jetë një kalkulator që llogarit mënyrën e përfitimit të pushtetit, pas zërave për largimin e mundshëm të Arben Taravarit si kreu Aleancës për shqiptarët Ziqiria Ibrahimi, thotë se ideja e ngritjes së vlenit ka qenë dhe mbetet rënimi i sistemit të kalbur dhe zëvendësimi me një sistem të ri pa korrupsion, si dhe me një vizion të ri të përfaqësimit. Sipas tij në Vlen debatet për numra, për përqindje dhe për kulaç kanë qenë dhe mbeten çështje periferike. Pyetja e vetme që ka rëndësi atëherë dhe sot është: a jemi ne ata që do ta rënojmë regjimin dhe do ta bëjmë ndryshimin, shkruan Ziqiria Ibrahimi, nga Alternativa, pjesë e koalicionit bashkëqeverisës Vlen në Maqedoninë e Veriut. Komisioneri e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos përgëzon Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë për suksesin e tyre në kuadër të planit për rritje të Bashkimit Evropian. Përmes rrjeteve sociale, Marta Kos vuri në dukje se dy vendet vendosën ritmin për të gjithë rajonin duke siguruar parafinancim nga ky program. Kjo duhet të inkurajojë zbatimin e reformave kyçe, të stimulojë rritjen ekonomike, të përmirësojë cilësinë e jetës së qytetarëve dhe t'i ofrojë më tej këto vende me Bashkimin Evropian, shkruan Kos. Ministri për çështjet evropiane Orhan Murtezani tha se kushtet për vazhdim negociatave me Bashkimin Evropian janë të përcaktuara në kornizën e negociatave, por shqetësim shprehin nëse do të ketë të reja pas ndryshimeve kushtetuese. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.